dhe zgjidhjet në Shqipëri si kudo në botë kalojnë ose nëpërmjet qesheve dhe në fund në çdo rast nëpërmjet kutisë votimit dhe në kutinë e votimit ne duhet frymëzojmë njerëzit, ne duhet bashkojmë njerëzit. Prandaj e sotmja është një mesazh për ne, për Partinë Demokratike, se njerëzit presin më shumë, presin të flasim më qartë, të dëgjojmë më shumë, të përfshijmë më shumë njerëz dhe pa diskutim. Ta dim qartësisht që demokratët janë më shumë se sa antarësia e Partisë Demokratike, se shqiptarët janë më shumë se sa demokratët, se Partia Demokratike është bërë fituese vetëm kur ka dëgjuar dhe ka respektuar vullnetin e demokratëve dhe kur është bërë zëri shqiptarëve. Prandaj miq, do ta rithem përsëri, Partia Demokratike duhet bashkohet, duhet të hapet, duhet të ri për të rihet.